në momentin presidenti e ka shpërndar parlamentin. Besoj që është një lajm i keq për Kosovën. Tash në 9 muaj Kosova me këtë forca politike dhe me këtë besim që kanë forca politike kanë dëshmuar që nuk kanë kapacitet dhe pjekurit mjaftueshme politike për të ndërtuar marrëveshje, për të përmbushur vullnetin e qytetarëve, për të ulur balanceduar e për të dhënë vendit institucione. Fatkeqësisht, kjo që ka ndodhur sot me shpalljen e zgjedhjeve, me shpërndarjen e parlamentit tregon pa aftësi, pa pjekuri dhe pa njohuri se si ndërtohet shteti, institucionet dhe si funksionohet. Dhe shpresoj që qytetarët e Republikës Kosovës, ashtu si që nuk e kanë pritur që kështu do të përfundoj vota tyre, shpresoj që në zgjedhjet që vijnë do të kërkojnë llogari përgjegjësve kryesor të mos konstituimit të institucioneve të Kosovës. Sot ka qenë dashur, e tash në 9 muaj, thuaj çdo ditë ka qenë dashur me dalë me deklaru krijimin e qeverisë, ndërtimin e trupave të parlamentit, funksionimin e institucioneve. Fatkeqësisht kjo s'ka ndodhur. Fatkeqësisht që për 9 muaj, me gjithë përpjekjet që ne kemi bërë, me gjithë angazhimin dhe dëshirën tonë që të përmbushim vullnetin e njerëzve për të pasur institucione, Kosova po shkon drejt zgjedhjeve të reja, me një vit humbur, me shumë shansa të humbura, me shumë dëme për vendin tonë, si plani nacional, ashtu dhe ndërkombëtar, si planin ekonomik, ashtu dhe politik. Dhe tani është koha edhe është momenti të kthehemi qytetarëve të Republikës Kosovës për të vlerësuar e të votuar. E përgjegjësia ime është që i ftoj qytetarët që të analizojnë mirë të 9 muaj çka ka ndodhur në Kosovë. Është koha për një leadership ndryshe, është koha për një leadership të pjekur, racional, një alternativë e cila din e ka kapacitet të ndërtoj institucione, një alternativë e cila ul të avulin, e bashkëbisedon, e trajton temat me interes të vendit. Dhe sot do bëni përpjekje, si që tentuat ditëve të fundit, dhe kur t'juve ju dalin këtu, ju flasin për buxhete, ju flasin për shanset humbura, mos harroni përgjegjësi kryesor, pse Kosova sot s'ka buxhet, pse sot punëtorët e organizatave buxhetore nuk kanë rroga fajën shtetar, të atyre të cilët kanë mundur të paktën të ndërtojnë një qeveri të konsenzusit, të ndërtojnë një konsenzus për buxhetin dhe të bëjnë një fazë para kalimtare drejt zgjedhjeve të lira. Dhe këto nuk patën vullnet, nuk patën dëshirë dhe fatkeqësisht jemi ku jemi tani për na presin zgjedhjet e lira. E kam thënë dhe po them përsëri, na duhet një alternativë e re e cila jep shpresë për ndryshime. Kosova duhet një qeverisë ndryshe dhe për të ndërtuar një qeverisë ndryshe më shumë se kur duhet zëri opozitar, një leadership, një alternativë serioze, duke ndërtuar 3 bloqe më tepër për të krijuar një mundësi dhe maksimalizuar nivot për ndryshimit. Na duhet bashkimi i atyre njerëzve racional e me përvojë, të cilët kanë kapacitet, durim, dije e pjekuri politike për të bashkëbiseduar e trajtuar për zgjedhje zgjidhje aty ku nuk shihen zgjidhjet. Unë jam për këtë alternativë, besoj kjo është e qytetarëve, po ashtu ajo që duhet të them është nisma shkon drejt zgjedhjeve, qoftë përmes ndonjë koalicioni i cili ka një alternativë serioze dhe ne pa një alternativë serioze shkojmë rrugës, do ta trajtojmë qoftë me të ose pa të, nisma do të jetë në zgjedhje. Ne preferojmë me një grup politik që shohemi që për një me drejtuesi i tij, leadershipi, o nis garës për të fituar për të qenë kryeministri i Kosovës. A keni vjat kuçe më ndonjë? Dhe nëse shohim këtë alternativë dhe këtë vizion, atëherë nisma është e gatshme me dhënë kontributin e saj, siç ka thonë, aty ku është nisma do të jetë kryeministri i ardhshëm i Kosovës. Shiqeni, kjo që ka ndodhur ne e dimë, vetë mandatimi i dytë ka pas një objektiv, zhagimi e datës zgjedhjeve. Dhe duke qenë në këto situata ngushtë hapësinore të ligjore, data më e mirë, në fakt edhe imponuar është data 21 dhjetor, po mos të zhagojmë me mandatarin e dytë, kemi mund të shkojmë zgjedhje me 14-in, dhe presim që me 21 dhjetor të shpallën zgjedhjet. Janë vetëm 2 data, 21 dhe 28. Shohim se cila do të vendosë. Për faktin që pas zgjedhjeve të fundit
pas rezultatit jeni distancu nga AK, a presni që me pas problem nëse i përket mirëbesimit me parti tjera? Ne nuk kemi distancuar qëndrimi jonë, ne jemi grupacioni politik më i besueshëm këtë vend. Për shkak qëndrueshmërisë, konsistencës tonë politike, ju jeni gazetar dhe merrni e shikoni qëndrimet e gjitha grupe politike edhe shihni konsistencën. 9 muaj para këtij kovendi, me gjithë përpjekjet tona për gjetur zgjidhje, jemi atakuar e jemi sharë nga lloj-lloj. Kanë deputet, grupe politike, dhe jo ku jemi. Dhe ata nesër nuk ka rrugë tjetër përveç bashkëpunimit. Dhe ju do ta shihni mas zgjedhjeve. Këta të cilët kanë pas bërë bloqe, nuk kanë rrugë tjetër përveç bashkëpunimit dhe ndërtimit të institucioneve. Mos bashkëpunimi, mos marrëveshja, mos ndërtimi marrëveshje politike që ku na ka sjell. Po shkojmë drejt zgjedhjeve me një kovend që për mua është i diskutueshëm i konstituar, që unë besoj që është shkel kushtetuta. Edhe këtu ku jemi. Dhe këto arvajtje që kanë bërë deri tani, unë jam i bindur që kuvendi i Kosovës nuk është konstituar mbi bazën e kushtetutës, presim vendimin e gjykatës, si do ta shihni. Edhe unë besoj që sikur në aktgjykimet e kaluara, gjykata më ka dhënë drejt në qëndrimet e mia juridike dhe politike, jam i bindur që edhe këto të ta bëjmë. Kjo tregon që politika nuk bëhet me reakcion. Politika nuk bëhet me reagime, me hidhrime, me ego. Ne kemi përgjegjësi para qytetarëve për të egove tona, me gjetë rrugë të bashkëpunimit, rrugë të cilat i japin mundësi dhe zgjidhje Kosovës. Sot po shkojmë zgjedhje sepse ata që kanë mujtë me dhënë zgjidhje Kosovës, ose nuk kanë ditur, ose nuk kanë dashur, dhe s'kanë mujtë me kalu egon e tyre. Dhe presin qytetarët, pikërisht ata që kanë mundur ta bëjnë këtë zgjidhjen, nuk e kanë zgjidhur, tin të shkojë qytetari i Kosovës. Ne, siç thash, jemi natyra e koncepti jonë i ndërtimit dhe angazhimit politik është bashkëbisedimi. Unë qëndroj konsistent rreth saj, se di që rrugë tjetër s'ka, që ku erdhëm. Ata kanë marrë këtu ku jemi ne. Këni, kohët fund kanë nisë dhe mizbut ka pak kjo. Kështu që, çka do me thëmë këta? Kjo është vizioni im politik. Bashkëbisedimi, kompromisi, gjetja zgjidhjeve për vendin. Vizioni dhe mjeshtria politike është kur jeni në tavolinë, dini me dhënë zgjidhje problemit. Afroni e bashkoni njerëz që në shikimin e parë duken të pamundura. Dhe duke qenë ky vizion im i përhershëm, i angazhimit tim politik për vendin, duke pas parasysh që interesat partijake duhet mi shmangu kur është interesi i vendit, e me kalu mbi to, kjo është rruga që unë kam ndjekur dhe vazhdoj me ndjek. Jam i gatshëm të përgjigjem ftesave, të ulem, të pim kafe, të ndëgjoj ide, projekte, të secilët që më fton, dhe ndërsa vendimin se në cilën drejtim shkon nisma, e thash, nisma, nëse do të kemi një alternativë serioze, e cila siguron dhe jep shpresë për një qeveri së ndryshme, aty do të jetë nisma socialdemokrate, edhe me mikun si që e thatë ju, po kemi pi kafe, do të pim kafe, nga sot dhe të tjetë do të pim kafe, mundoj çdo ditë. Pa tjetër, ne jemi në politikë, në beteja politike, ne nuk më shifemi. E rëndësishme është në çka qëndron. Shumë më rëndësi cilën çka qëndron ju, cilë vizioni ju, çka profesioni ju. Ju dini para qytetarëve me një alternativë tonë. Ju dini para këtyre njerëzve, unë se dal ballha për para qytetarëve të Republikës Kosovës, e posaçërisht para votuesve që kanë votuar nisme. 9 muaj kemi qenë vetëm një zë racional e konstruktiv në këtë vend, jemi sharë atakuar. Çdo ditë aty në 9 muaj ata kanë ardhur të qëndrimi jonë. Sot, vetëm një grup politik që mund del para juve me thonë, është marrë, kjo çapo ndodh, kjo s'ka qenë ndashme ndodh, dhe mund drejtoj dikur gisht përfajtor, veç nisma mund e drejton gishtin, e cila për 9 muaj ka parashikuar se nëse s'ka marrëveshje politike, do të vim këtë gjendje ku jemi sot. Ne kaq kemi pas mundësi, edhe unë pres që qytetarët e Kosovës të vlerësojnë qëndrimin tonë, dhe natyrisht, si që ka tregu zgjedhje lokale, presim edhe dyfishimin e votave për nismë. Kështu ka ndodhur në zgjedhjet e fundit lokale. Ne jemi dyfishuar dhe do të shkojmë drejt, sepse njerëzit nuk ka rrugë tjetër në Kosovë. Politika tjera, politikat e polarizimit, politikat e përqarjes, politikat e sharjes, e shpifjeve dhe mashtrimeve nuk kanë më vend në Kosovë. Dal nga dal, ka më kthy politika e pjekurisë,
e racionalitetit, e bashkëpunimit. Me mashtrim, e me shpifje. Nuk mund është mi mashtru e mi majtë gjithmonë nga të veti njerëzit. Është koha e së vërtetës. Dhe ne ndihemi krenarë që përfaqësojmë këtë koncept politik. Ne nuk sakrifikojmë vizionin dhe shërbimin ndaj vendit për një grusht vota më tepër. Prandaj kemi qëndruar në qëndrimin tonë që duhet jemi racional, të pjekur dhe të japim kontributin në shërbim të vendit tonë. Mos supozoj. Njëkohësisht keni dhënë shumë kritika të Kurti për qeverisjen. Po që to është dallimi. Unë jap kritika, edhe kam dhënë kritika, argumentet politike dhe kritika është pjesë e demokracisë, vlerë demokratike. Po ju s'keni dëgjuar asnjëherë goditje personale nga goja ime për njerëzit, për deputetët, për grupet politike. Dhe këto është dallimi mes meje e të tjerëve. Unë vazhdimisht, edhe ju e dinin kritika politike jam edhe jashpër, kuptimin e komunikimit, po kjo vlera demokratike për të kritikuar, sugjeruar, këshilluar, për të pajtuar ose mos të pajtuar. Dhe kjo është atë që ne përfaqësojmë. Çka do të vjen të ardhmen, angazhimi ynë, i nismes dhe imi është një alternativë tjetër për një qeverisje ndryshme. Një leadership i pjekur, racional, që bashkon Kosovën. Më shumë se kur kemi nevojë, sot këtë polarizim nga sot me dha fund, koha e populizmit tash e 5 vite duhet me marrë fund Kosovë. Kjo logjikë e përplasjes dhe garës kush është më destruktiv dhe kush kujt po ja hedh duhet me marrë fund Kosovë, është koha e atyre që prodhojnë ide, vizion, projekte, bashkon popullin dhe me fut Kosovën punë, për punë të mira. Faleminderit shumë.